ta dërgoj këtë mesazh para se të shkoj në punë. E di që është herët atje, dhe ndoshta sa po je zgjuar. Ndoshta je në kuzhinë duke bërë kafen dhe po mendon nëse kam fjetur mirë. Desha vetëm të të them që jo mirë, vërtet jo mirë. Mos u shqetëso për mua. Këtu në Zvicër gjithçka lëviz shpejt, njerëzit ecin shpejt, flasin shpejt. Por ndonjëherë, në mes të gjithë kësaj zhurme, më kap malli për qetësinë e shtëpisë son. Më mungon zëri yt kur më thërrisje nga dhoma tjetër. Më mungon aroma e bukës që bëje në mëngjes. Ndonjëherë, kur kthehem i lodhur nga puna, ulem vetëm dhe mendoj për ty, mendoj. Sa herë ke sakrifikuar për mua pa u ankuar asnjëherë. Dhe kjo më jep forcë të vazhdoj. Nën, nëse ndonjëherë qanë për mua, të lutem ndalo mos qaj sepse çdo orë. Që punoj këtu është për një të ardhme më të mirë për ne. Çdo sakrifik që bëj ka fytyrën tënde përpara. Do të vi, nuk e di sakt kur, por do të vi. Dhe atë ditë dua të shoh duke buzëqeshur, jo duke qarë. Tani duhet të nisem, por para se ta mbyll, desha të ta them edhe një herë. Të dua shumë, nën.